Uji në rrjetin e ujësësit të Gostivarit është pranë rikthimit të plot për përdorim të sigurt për pije. Pas rezultateve të favorshme të analizave mikrobiologjike, majtjet e fundit kanë konfirmuar se edhe niveli i klorit në ujë tashmë është brenda kufive të lejuar. Zyti Xhelili, koordinator i shtabit lokal të krizës, bën të ditur se për rikthimin zyrtar të ujit për pije pritet vendimi i shtabit qendror, i cili duhet të japë konfirmimin përfundimtar. Rezultatet në aspektin mikrobiologjik të ujit ka një kohë më të gjatë që janë të mira, mirë po problem paraqiste sasia e sforcuar e klorit në ujë, për shkak se nëpërmes klorimit bëhet edhe dezinfektimi dhe pastaj ditët e fundit, matjet e fundit janë bërë pikërisht për matjen e sasisë së klorit në ujë, që 3 matjet e fundit janë në suazat të normales, do me thanë të sasisë e lejuar të klorit, dhe prandaj shpresojmë që këto ditë, qoftë nesër, qoftë mbas nesër, të mblidhet shtabi qendror dhe të japin njoftim për opinionin se uji në Gostivar definitivisht është i pishëm. Ndërkohë, krahas kontrollit të cilësisë së ujit, autoritetet po punojnë edhe për stabilizimin e furnizimit në zonat ku vazhdon të ketë presion të ulët apo mungesë të ujit. Intensivisht po punohet në përfundimin e rezervuarit në fshatin Banjica e Epërme. Me përfundimin e ndërhyrjes, pritet përmirësohet furnizimi me ujë për Banjicën e Epërme, Banjicën e Poshtme, lagjen Tullana dhe lagjen Fazanaria, zona ku aktualisht furnizimi është i kufizuar, sidomos gjatë ditës. Probleme me furnizimin vazhdojnë edhe në fshatin Debresh. Një pjesë e vendbanimit ka furnizim të kufizuar, ndërsa pjesa tjetër përballet me mungesë të ujit. Për të tejkaluar situatën, furnizimi po bëhet përmes cisternave të ndërmarrjes komunale dhe kompanive private, ndërsa qytetarëve po u shpërndahet edhe uji ambalazhuar. Punohet në mënyrë intensive, duke e rregulluar pjesën e mbetur të një rezervuari në fshatin Banjicë të Epërme, i cili do t'i furnizojë me ujë të mjaftueshëm fshatin Banjicë e Epërme, fshatin Banjicë e Poshtme, lagjen Tullana dhe lagjen Fazaneria, të cilët natën kanë sasi të vogël të ujit, ndërsa ditën kanë mungesë. Dhe me këtë intervenim do të arrijmë që ta stabilizojmë edhe furnizimin për këto pjesë. Ndërsa në fshatin Debresh, një pjesë e fshatit ka sasi të caktuar të ujit, ndërsa një pjesë ka mungesë dhe jemi munduar që gjatë kësaj periudhe nëpërmes cisternave të disa kompanive edhe të ndërmarrjes tonë komunales t'i furnizojmë me ujë për ambistri, ujë teknik, që mos ketë mungesë dhe gjithashtu vazhdon edhe shpërndarja e ujit të ambalazhuar nëpërmes Kriçit të Kuq, njësitit territorial të Zjarfikësve, edhe nga donacione që vinë nga komuna tjera, nga qeveria e kështu me radhë. Autoritetet apelojnë tek qytetarët për durim deri në marrjen e vendimit zyrtar nga shtabi qendror. Deri atëherë, shpërndarja e ujit të ambalazhuar dhe furnizimi me ujë për nevojat e ambistrive do të vazhdojnë në zonat ku paraqitet mungesë.